E ngritur mbi shkëmbim, me fytyrë kadeti, Kalaja e Ulqinit qëndron si një roje e heshtur e shekujve. Ajo nuk është vetëm një ndërtim guri, por një dëshmitare historisë, ku çdo mur, çdo rrugicë dhe çdo port ruan kujtesën e njerëzve që kanë jetuar, luftuar dhe ëndërruar brenda saj. Kalaja e Ulqinit ka një histori të pasur dhe të ndërlikuar, që daton që nga kohët e hershme. E ndërtuar mbi një kodër të lartë, Kalaja ka mbajtur rolin e një mbrojtësi strategjik për qytetin dhe bregdetin për shumë breza. Përgjatë ekzistencës së saj, Kalaja ka pasur shumë transformime, duke shërbyer si një fortifikim i rëndësishëm, një simbol i forcës dhe stabilitetit, por edhe si një banesë e shumë familjeve që kanë jetuar në këtë kala. Po që se duhet mu përshkru qyteti vjetër Ulqinit, Kalaja atëherën pozicioni ku ndodhet e shumë i rëndësishëm të kuptohet, me kanë se është në një zonë e cila është komplet e hapun me detin edhe qëndron plotësisht në det. Edhe struktura shkambore në cilin është ndërtu është një gadishull i cili përfshin gjithë muret rrethuse të kalas së Ulqinit. Duke qenë ky pozicion kaq dominues mbi det, ka bërë që Ulqini, realisht qyteti i vjetër Ulqinit, Kalaja e Ulqinit, të jetë një qendër e rëndësishme kulturore, ekonomike dhe tregtare. Ky pozicion i urbanizimit të Ulqinit në këtë pjesë që nga periudha klasike, do thotë që nga antikiteti i hershëm, që shkon nga fundi i shekullit 5 dhe shekulli 4 i erës së hershme, është edhe si rezultat i hapësirës gjithë gjeografike shumë pasur që ka trualli i Ulqinit. Me një pasuri shumë të madhe dhe begati edhe me ujëra, sepse është edhe liçeni i fushës së Ulqinit, i cili për nga shpendet edhe sasinë e madhe të shpendeve ka marrë edhe emërtimin liçeni i zogjve, që në të folme është reduktuar në liçeni i zogajve. Pastaj rrjedha lumit bun, pastaj gjithë dhe fusha dhe agrokultura, pastaj plantacioni i ullishtes, edhe pastaj gjithë hapësira malore, e cila është po kështu një pasuri shumë e madhe e qytetit. Kjo zonë ka që rëndësishme ka kriju një qytet monumental, një qytet me histori shumë gjatë, me kontinuitet jetet në vazhdimsi gjërë në ditët e sotme. Edhe niveli urbanizimit, sepse gjitha kjo fuqi ekonomike, ka bërë që Ulqini të jetë gjithmonë në trendin e urbanizimit bashkohor për secilin periudhë të kohës, dhe ka përcjell trendet më të larta urbanizuese në të gjithën periudhë të kohës. Po që se shkojmë në Zanafill, do të thotë në periudhën kur Mbretëria Ilire urbanizon këtë vendbanim të lashtë, është i nivelit mirëfill të standardit të qyteteve të zhvilluara të antikitetit. Pastaj edhe përgjatë gjithë antikitetit, sepse lulëzimi më i madh është bërë në periudhën e mbretit Agron, kur konsolidohet komplet qytetërimi dhe kultura e Mbretërisë Ilire, duke pasur një prej flotave detare, tregtare dhe mbrojtëse më të madhe për gjithë 15 mbretërve ilir, do thotë është si thosh apogeu i zhvillimit kulturor dhe organizimit më të lartë shoqëror që shteti. Dhe periudhat që pasojnë pastaj për një kohë të gjatë nuk ka dëshmi urbanizuese, sepse ka qenë në një nivel urbanizimi që s'ka pas nevojë për ndërhyrjet më teshme. Po kur themi urbanizim, themi do të thotë nivel ambientit për jetat, për shtëpinë, për institucionet publike, për ujësjellsin, për rrugët e sistemuara dhe për sistemin mbrojtës të vendbanimit. Dhe pastaj vjen periudha e antikitetit vonë, mesjeta, ku përsëri Ulqini është qyteti i vjetër, Kalaja është në trendet më të larta të zhvillimit të arkitekturës dhe të urbanizimit. Pastaj periudha e mesjetës së vonë dhe koha e re, me kohën bashkohore, ku Ulqini përsërisën një vend të dukshëm
në mesin e qyteteve të Adriatikut edhe të Mesdheut dhe të kontinentit evropian dhe në këtë përmas, Ulqini tani ka një trashëgimi shumë të madhe, ka një histori shumë të madhe, dhe po që se marrim të ashti 2500 vite, po si kur nga 3 fjalë të flitë për se cilin vit të jetës, sepse po të llogarisim për një janë 2500 fjalë për se cilin vit, po 25 shekuj, të cilët meritojnë nga një libër nga një studim, janë 25 libra voluminos cilat nuk i kemi. Edhe ky mund të jetë edhe ajo që ta shohim se sa e madhe është kultura dhe trashëgimia me atë se sa është i bërë studimi i këtij lokaliteti. Nëse do të themi sa dim sot, atëherën ne jemi shumë të saktë në kronologjinë e qytetit vjetër të Ulqinit. Indicjet e para të jetës tu fillojnë në periudhën e Gurit të Ri, do thotë Neolitit, dhe Neoliti është një periudhë e hershme ku në hapësirën e Adriatikut lindor mund të llogaritet se arrin 8000 vite para ditëve tona, do thotë është mileniumi 7 para ditëve tona. Pastaj është periudha e Neolitit apo Bakër Gur dhe pastaj periudha bronzit, periudha hekurit. Në periudhën e hekurit rreth 1100 erës së hershme, 500 erës së hershme është ajo që quhet periudha fiseve ilire, kurse nga shekulli 5 pastaj kemi jetën qytetare ilire dhe jetën shtetërore, do thotë edhe jetën qytetare. Ulqini tani zanfill tamam në zanafilën e jetës qytetare ilire, do thotë në shekullin e 5, fondi shekullit 5 të erës së hershme, që është njëherë dhe kronologjia zanafillore e urbanizimit të Evropës. Do thotë Ulqini në vend në mesin e qyteteve të para evropiane të themeluara. Edhe pastaj vazhdon gjë në ditët e sotme. Normal periudha mesjetare është edhe me mjaft ngjarjet e bujshme, të cilat kanë ngelur pa u studiu dhe hulumtu. Pastaj është periudha e kohës së re, nëse mund ta ndajmë me kronologji shekullin 15, fundi mesjetës, dhe në shekullin e 17 varësisht se si mund të mirret. Edhe pastaj periudha e re dhe koha bashkëkohore, nëse themi se periudha bashkëkohore fillon ndoshta nga fillimi i vitit 20 ose 1114-a, 18-a e mbrapa, do thot pas luftës së parë botërore. Dhe ajo që është e saktë është kronologjia që vendosim. Po pastaj zbardhja se cilës periudhë ka nevojë për shumë studime edhe për shumë hulumtime. Kjo kronologji është e dëshmuar prej gjetjeve arkeologjike dhe prej hulumtimeve arkeologjike që janë bërë në hapësirën e qytetit vjetër, por edhe në gjithë territorin dhe truallin e qytetit, dhe kjo kronologji është definuar dhe është zbardhur në detalet bazike të saj. Kalaja nuk ka qenë vetëm fortesë, ajo ka qenë shtëpi. Brenda mureve të saj ka rrahur jeta e përditshme, zëra fëmijësh, punë zejtarësh, tregti, lutje dhe festa. Banorët e Kalas kanë krijuar një komunitet të ngushtë, të lidhur fort me njëri tjetrin dhe me hapësirën që i rrethonte. Tani nëse nga stafi bëhet pyetja për antropologjinë dhe mënyrën antropologjike të jetës së Ulqinit. Sikur të kishim studimet mirëfillte antropologjike, ne do ishim shumë më të avancuar se sot. Edhe sikur ta kishim qartë zbërthimin antropologjik të secilit vend ku jetojmë, atëherën do ishim shumë më të saktë dhe më të rregullt. Studimet antropologjike edhe këto mungojnë, por nëse mund të themi aq sa kemi kapacitet edhe dije tani të flasim në këto nivele studimore edhe për këtë fushë kaq të rëndësishme studimore, ne mund të themi se popullsia e Ulqinit është një prej popullsive e cila ka lënë shije të mirë çdo herë me çdo vizitor që ka qenë këtu, por edhe jetë shumë të konsoliduar dhe të bukur si raporte shoqërore. Normal se çdo shoqëri ka dhe pastaj si thosh këto ngecjet apo problematikat e brendshme,
por që Ulqini, si shumë hapësira dhe shumë zone, sepse edhe gjithë Mesdhau ka qenë në këto trende, nuk është se është përjashtim Ulqini, por problematikat edhe probleme shoqërore të brendshme në të shumtën e rasteve, për aq sa mund të thuhet tani, rezultojnë si të importume dhe si problem i agresioneve, luftrave apo i pamundësisë ekonomike për të zhvilluar. Por gjithsesi, në këto vështirësi që ka kalu në hapësirët e gjanë, do thotë nuk flasim vetëm për Ulqinin, por edhe Ulqini si pjesë e kësaj, Ulqini ka arritë që të mbaj me dignitet organizimin e jetës, edhe të jetë i orientuar për trendet me të konsolidume dhe me të përgjegjshme për zhvillimin e jetës edhe shoqërisë, edhe kjo vrehet edhe në folklorin e qytetit, kjo vrehet edhe në fjalët e urta të qytetit, kjo vrehet edhe në sjelljen e përditshme të secilit banor të Ulqinit sot, kur çdo vizitor i huaj del shumë i kënaqur me vizitën nga Ulqini, edhe ajo që i bën përshtypje vazhdimisht vizitorëve është rehatia dhe siguria që ndjejnë në Ulqin, edhe raporti me banorët e vendit. Edhe kjo është një prej brendeve të Ulqinit, me qenë se në guidat turistike kjo theksohet, në të gjitha guidat turistike që shkruan për Ulqinin, që siguria, rehatia, edhe mos pasja problem me vendasit, do thot me ato që presin vizitorët nga gjithë bota, nuk është regjistruar asnjë problem, aso asnjë, si thuash, po që se duhet merret një referencë valide, nuk janë të regjistruara as vepra penale, as procese gjyqësore apo problematika të tilla që të mund të dëshmohet ajo se çka jemi duke folë. Por që është edhe në këtë brend është shumë e rëndësishme se secili kur largohet nga Ulqini ndihet shumë i përmallum, edhe i duket se ka zgjatur shumë pak pushimi apo ditët që ka kaluar, dhe kjo është një vlerë shumë e madhe që duhet kultivohet, edhe duhet mirret parasysh, të studiohet, të njihet, edhe të valorizohet sa më tepër, me qenë se trendet ekonomike dhe trendet investuese nuk duhet të kërcënojnë rehatinë e popullsisë në raport me sjelljet e tyre me vizitorët, sepse turizmi është një prej degve shumë të ndjeshme, sepse njeriu i shpenzon paret edhe kohën e lirë aty ku i pëlqen. Edhe nëse krijohet një hapësirë dhe një ambient shumë dashamirës, mikpritës edhe mirëkuptues për vizitorët, atëherën kjo është, do të thotë, sigurohet edhe perspektiva e turizmit, por jo vetëm në vetvete si perspektive e turizmit, por edhe si një jetë shoqërore e shëndosh dhe e mirë organizuar si shoqëri. Përshëndetje televizionit juaj, përshëndetje atyre të cilët ju shikojnë ju shikojmë edhe ne këtu. Historia Kanas ishte vujshme, e lashtë, vjetër. Ne datojmë afër 3000 vjet para erës tonë, domethënë. Mirë po, ne e marrim këtë 2500 vjet me erën tonë si pasprinje plakut, i cili ka, dini ju kujtohet, ai ka shkruar shumë për historinë e shqiptarëve tuke ne, në veçanti atëherën kur ka qenë erupcioni i vulkanit Vezuv. Ai ka shkuar në Pompej me një sanall, me dru, me nipin e tij i cili e ka çuar atje. Kjo është natyrisht shumë më vonë, por përmend muret Ilir, të cilët gjenden në hyrjen e Kalas të Ulqinit ke porta e parë. Kalaja është një fortifikacion, një pjesë gati 4 kilometrish anë muan me murne, na jemi njerëz normal, e shifni, tu jetojmë afër 175 njerëz të cilët jemi rikthyer, e kemi revitalizuar mes tërmetit 79. Pasi që na kemi pas mina probleme me shtetin komunist të asaj kohe, i cili ka pas dëshirë të na largojnë nga Kalaja, dhe ata kanë bë një presion të madh, na i kanë kaput shtyllet, na i kanë mbyll portat përsëri, që me dalë na me lëshu. Kanë dashur me bë diçka si e kanë bërë Shehin Stefani. Shehin Stefani ka qenë në një kohë shumë i bukur. Ju dini se Claudia Schiffer, Sylvester Stallone, Mick Jagger, shumë tjerë kanë ardhur aty dhe kanë kaluar pushimet. Shehin Stefani ka qenë i bukur në kohën e Jugosllavisë të madhe. Mirë po, ma vonë, Shehin Stefanin e ka marrë shteti malezes, e kanë shit dhe sot është i mbyllur.
ne s'kemi dashur me qenë mbyllur. Për te, kemi shku në 5 vetë, vetëm unë jam gjallë për aty në 5-ve, me një Moskviç të vëllau tim, kemi shku deri në Podgoricë, ke Veljko Milatović ka qenë, edhe kemi kërku edhe kemi thënë ne jemi shqiptar, të gjithë komunistë. Pse doni më na qitë? Nikos Neqe ka thënë vetë. Jemi kthy dhe kemi filluar me pastru vetë Kalan. Mirë po ma vonë me i herë na ka ardhur rryma, na kanë ardhur shumë gjanët dhe na kemi kthy jetën në Kala. Kalaja sot disponon me 20 restorante, me 175 vetë të cilët jetojnë këtu, me shumë hotele, me shumë shtëpi, uqinakët nuk dalin ma kanalit me kërku mysafir në Ranë, si kanë dalë përpare. Të gjithë vinë për internet, kështu si jemi të modernizum. Kemi 2 rrugë kryesore, të cilët i binë Kalas, poshtë dhe Cipri, janë 2 porta, të cilët derisa tjetë Ismet Karamanaka gjallë nuk kanë mu mbyll kurrë. Gjithmonë janë të çeluna, me porta të çeluna dhe me zemra të hapura për gjithë kënd, të cili ishte i mirëseardhur të kena. Na kemi mysafir nga të gjithë bota, në kokën e Gjermanëve, ashtu i thomë na, në Jush Jugosllavinë, ndërmjet 70 dhe 90-ve, këtu kanë qenë Gjermanë thonë Überwiegen, kryesërisht mysafirët nga pjesa e të folën gjuhës gjermane. Kështu si na kemi pas atëherën mbretreshën e pareve te markën. Kështu si në qenë gjithmonë i shketu ma mirë se tjetër këtë, edhe na kemi pas një turizm të lartë. Nuk ka qenë turizm elitar, si kërkohet sot me u ba, se nuk jemi na elitar. Si me na duhet me ditë, Gjermanët kanë pyet gjithmonë, ku mund t'i harxhojmë në 300 markë në ditë? Ai mund t'mi harxhoj 1 ditë, 2, jam ma vonë. Kështu si Kalaja ishtë ndërtu, të gjithë shtëpijat janë ndërtu mëna, natyrisht tu janë sundojnë rregullat të cilët sundojnë në Medisës, siç është Kalaja jonë. Duhet për televizionin juaj të them se Ulqini ka pas për 450 anije, velënia të forta të mëdha, ka pas një kusari, ja pirateri. Piratët janë në Karibe. Më thani vetëm i bëj dallim se ata barkë janë sjell dimnit, kanë punuar, kanë bajt dru, kanë shit bastan, kanë shku deri në Magreb, ashtu i thomë, deri në shtetet e Afrikës, tu kanë bajt tregtit madhe. Baba jem ka qenë kapitan dhe shumë tjerë kanë qenë të kapitana dhe mornar, detar, të cilët e kanë fitu bukën, edhe i shtanë gjithmonë bukan det është bukë e gjak, se ka qenë zorë mu fitu, sepse nanët tonë i shlypet ndajt, vetëm në shtëpi më në arrit ne. Por ashtu na jemi studiu pra, kemi mësu, dhe asnjëherë nuk kemi shmangur se na jemi shqiptarë. Ne jemi popull krenar, nuk jemi shqiptarë as më të mëj, as më të vogël se ata, as në Shqipëni, as në Kosovë. Na jemi fatkeqësisht një popullat relativisht e vogël në Malëzi, pasi që ju dini se ishte edhe kena një intencion një madhe ikja e të rive, pasi që sezonit janë të shkurta dhe aq sa ishte shkurt nuk mjafton që me pas një jetë më të mirë. Por relativisht në det jetohet mirë. Ata e din gjithsesi i cili e din se na kemi turizëm këtu dhe turistët janë prej gjithë bote. Po, jetën e Kalan Ulqini sot është shumë e konsolidume, është konsolidu shumë edhe falë angazhimit të vetë banorëve të Kalas, falë vetë punës e banorëve të Kalas. Ne kemi sot një Kala cila është shumë atraktive edhe tërheqëse për turistët, edhe është një Kala cila është një prej destinacioneve kulturore dhe historike të rëndësishme për qytetin, por edhe në një hapësirë edhe me të gjerë. Normal se shumë çështje duhet të zhvillohen gjithnjë më tepër, po ajo që është e rëndësishme është sepse janë akomodu në një nivel shumë të lartë edhe për mirëpritjen e vizitorëve, edhe janë akomodu të gjitha ambientet për një jetë të konsolidume për vetë familjet që jetojnë brenda, por edhe për pritjet e vizitorëve që vinë në aspektin e akomodimit të fjetës apo të restoranteve. Edhe restorantet e Kalas kanë qenë gjithmonë një prej restoranteve me shërbim profesional edhe shumë të lartë, edhe shijimi kohës në restorantet e Kalas në vetë faktin se janë edhe brenda Kalas, por edhe për nga shërbimi të thotë është një gjë shumë e pëlqyeshme për vizitorët. Edhe kjo duhet të zhvillohet, edhe kjo traditë duhet të kultivohet, se është një traditë shumë
hershme, e cila duhet të vazhdohet të mbahet edhe të mirë mbahet. Na kemi pru Kala në një nivel të lartë, Kalaja disponon me, ju kam thënë, me 20 restorante të mirë, ndigjoni gjuhën si e flasin gjuhën angleze Kamajerto, të gjithë këtu sillen dhe kalojnë pushime të bukur. Rana e Ulqinit, plazhi i madh, është plazhi më i bukur në Mesdhe. Kemi pas pak probleme me Allabarin, me atë cili ka dashur i marrë ata plazhet, por siç duket ai ishte largu, ishte sjell në anës tjetër. Ne nuk jemi indiferent natyrisht, por ne dom që prona jonë na mes ne. Plazhi i vogël e keni këtu, kemi ujin e surfit, ujin e krave. Ulqini është gjithmonë mikpric, mos t'ju flasim se na kemi edhe gjellë tradicionale, siç është japraku, sarelia, e shumë gjëra të cilat. Në këtë vend ku jeni ju, ku jetit është këtu e ulur, këtu organizohet edhe netet e bamjeve. Bamjet janë një perime, ashtu e tasim na, edhe ka një formë afrodiziake, ashtu ja kam shkruar, edhe na e kemi kandidu, do me i kandidu për UNESCO. Se bamje, netet e bamjeve zgjasin trinë në këtu, dhe këtu vjen të gjithë esenca, jo vetëm e Ulqinit, e Malit Zi, edhe e Evropës, me pa atë notë me shiju, atë natë si bëhet bamja. Bile kemi dikën dhe për Bangladeshit vjen një zonjë e cila është frymëzuar me këtë ide këtu kena. Kështu si je prakun me siguri e dini se si është, po je prakun si e bën një zonjë për këtu e cila ka shpini tu, 20 metër për nesh, Sabina kemi në, nuk e bën kërkush, një natë më ka thënë, 1000 kokra ka pështjellë, a dini sa janë ata. Kështu si e praku është një gjë e veçantë, çka ishtë përveç si kemi Elbasan Tava, ama s'me ju thënë se këtu ishtë vend peshkut, ka peshk, të është koha e qefullit, kështu si ku të kthehen në shtëpi, merrni 2-3 kg qefull, se e keni qefullin ta e quajnë vjeshtak, jesenka. Ishtë peshku më i mirë që ka ishtë ndetë. Na kemi shoqatën tonë, shoqata e miqve të Kalasit, ku janë inkuadruar jo vetëm kalalit, por shumë të cilët janë prej anëve tjerë, prej viseve tjerë. Na kemi pas me gjithë se ketë, njerëz të cilët për politike, për janë e këme, por kërkën si kam lanë mu përzim politik. Na s'kemi politikë Kala. Politika jonë ishtë përmirësimi i jetës. Na, si shoqatë, kemi organizuar mu pastru rrugët e Kalas. Mes tërmetit 7-9, ju dini kur ka qenë të tërmeti, ne kemi pas tanë shtëpia të rëzumuna. Ne kemi dalë 50 ditë, ka 20-30 ditë për ditë me pastru. Dhe e kemi këthu dhe e kemi fitu Kalar. Dhe për te nuk harrohen kur ata Jakub Nimanbegu dhe Ismail Bushati, të cilët kanë ba ma shumë për kthimin e jetës në Kalas, se ata s'kan dashur me dalë për Kalas. Neve tjerëve ne kanë bëllë dyrt e portët, dhe njësa si kemi qilë. Ju kam thënë, kam shku, kemi rëtovish që ti. Na kemi, në Kala organizohen shumë skena verore, për që nuk organizohem na, se ne s'na pysin shumë si shoqat, se ne jemi shoqat jo qeveritare, por ne kemi kënaqësi shpirtërore kur gjithë shka organizohet në Kala. Kultura materiale e Kalas pasqyrohet edhe në veshjet tradicionale. Veshjet popullore të Ulqinit, me ngjyrat dhe motivet e punuara me shumë mjeshtri, tregojnë historinë e identitetit vendas. Ato janë dëshmi e një trashëgimie që është ruajtur me kujdes, dhe që ende edhe sot shfaqet në festa, ceremoni dhe ngjarje kulturore, si një lidhje e gjallë mes të kaluarës dhe së tashmes. Përveç këtyre elementa që fole është edhe kostumografia, sepse edhe kostumografia dhe moda, bile është një thënie që moda ka bërë me tepër ndryshime në shoqërinë njerëzore se sa vetë revolucionit. Dhe etnografia Ulqinit është plotësisht elitare, është plotësisht e dinjitetshme dhe struktura etnografike, do thotë dizajni popullor flet edhe për mënyrën e jetëumonit. Edhe kostumografia Ulqinit e flet këtë se bashku me atë që thash folklori dhe këngët apo riti i darsmes apo të gjitha këto flasin për kulturë dhe qytetërim shumë të lartë, për civilizim. Kesh vesha kombëtare muslimane ulqinake, kur fejohen dhe martohen varzat tona, vishen me këta roba, për ndryshe ky jeleku që në ka kja vajzën nëllë, kështu rrinë të shkja.
Ky e leku cilën ka veç banderi 1.500 marka euro mu qënis. Ka shumë gratë të cilët e bajnë këtë. Na kemi adetet, ushqimin, të gjithë gjërat të cilët janë të lidhur me kombësinë tonë, domethënë muslimane shqiptare. Ashtu si çdo truall shqiptar, edhe Ulqini e Kalaja e Ulqinit kanë historitë dhe legjendat e tyre, të cilat janë trashëguar për breza. Këto legjenda nuk janë thjesht rrëfenja popullore, por pjesë e shpirtit të Kalas, që japin asaj një dimension mistik dhe emocional, duke bërë historinë më të afërt dhe më njerëzore. Ky bot kuptim antropologjik që folme, do të thotë i mënyrës të jetumunit edhe i formatit të jetumunit, do të thotë ka kriju edhe ato që quhen legjenda, do të thotë një lloj interpretimit grotesk të ngjarjeve të vërteta apo të përjetimeve, apo edhe të një lloj ilustrimit me të gjerë. Gjithë hapësira jonë, do të thotë, është përpër me legjenda. Dhe në aspektin antropologjik do të thotë se cili popull dhe vend ka kriju atë që quhet ilustrim grotesk i realiteteve apo i ngjarjeve, apo edhe një ilustrim i lirë si mund të jetë çështja e letërsisë sot që kemi ngjarje dhe një autor krijon ngjarjet e tija. Në të shumtën e rasteve legjendave të edhe bazohen në ngjarje të vërteta historike, po Ulqini quhet për legjenda sepse edhe këtu ka ajo që quhet mitologji e vendit, me orë zana, për shembull, ku është edhe mitologjia e kronit e zanave dhe tërgimet e kroneve të zanave, pastaj legjenda e Bukurines, një vajzë të bukur të Ulqinit e cila shndrohet në peshk, dhe sot e kësaj dite do të thotë peshku i cili quhet Bukurin prej banorëve jeton në hapësirën e Ulqinit, edhe legjenda flet për një vajzë me emrin Bukurina, e cila shndrohet në peshk, apo kemi të bëjmë këtu me atë që është tema universale e sirenave të detit, që këtu merr në këtë kontekst edhe në terminologjinë e etnokulturës shqiptare, do të thotë kjo që njihet edhe me figurën mitologjike të floçkës së ujit në zona kontinentale dhe në zonat bregdetare si floçka e detit. Përveç këtyre legjendave janë edhe legjendat që lidhen me personalitetet mëdha të shjume, siç është legjenda për Cervantesin, që kanë ngelur e regjistruar se personalitet i cili ka të gjitha në aspektin përshkrues mund të shihet Cervantesi, se një periudhë Cervantesi ka udhëtuar maniet e famshme ulqinake dhe metetarët e mëdhej ulqinak, dhe në këto udhëtime është ndalur edhe në Ulqin. Kjo është ajo që është integriteti i legjendës. Pastaj interpretime ndryshme që mundohen të bëjnë tani një lloj lidhjes me ngjarje historike, mund të jenë interpretime të lira, por legjenda thotë se Cervantesi ka qenë në Ulqin, pas një shtesë tjetër. Hulumtimet mund të nxjerrin pastaj se si ka arritur gjithë, po duke ditur flotën e madhe tregtare dhe famën e madhe të detarisë Ulqinit, dhe duke ditur se Cervantesi ka udhëtuar në Mesdhe, atëherë me këto detar ulqinak normal që ka pasur mundësi, apo edhe me detar të tjerë që janë dalur në bregdetin e Ulqinit, por që dihet që raporti i tij do thotë edhe me detarinë në përgjithësi dhe detaret e Ulqinit, çdo kush ka qenë shumë i lidhur. Kemi natyrisht edhe shumë legjenda, që ose intereson, mua dhe me u folë legjendën e floçkës detit, e cila ka qenë floçka legjendare, njëna prej tyre varzave të floçkës i ka shërbyer më vonë Miguel de Cervantesit për atë personazhin e famshëm Dulcinea. Këta thonë Dulcinea prej Tobozit, ne thonë Dulcinea prej Ulqinit, se ka qenë ulqinake. Kemi marrë seminar për Cervantesin këtu, se supozohet se ka jetu 5 vjetë në Ulqin, si rob lufte. Ne kemi emrin Servet Cervantes, shikoni se si shken bashkë. Kemi Città di Dolcino, që janë faktet historike, emri i Venedikosit, i Ulqinit, ku kanë qenë Venedikosit 150 vjetë, kja është edhe godina e Venedikosit. Edhe Dulcinea ishte aja dëshnorja e tij, një vajzë me boqe, me benebreke veshur, në cila i ka shërbyer atij.
Pas 4 vjeç lirohet vllau i tij Rodrigo i Cervantesit, kurse Migueli metën këtu. Dhe mas 5 vjeç shkën e çën Topalli, ai pronari i tij në Algeri, në Algjer, dhe atje e shet Hasanagës. Hasanaga ka qenë i konvertuar një njeri, një italian me emrin Andretta. Ai thonë që e ka rrafë dhe Cervantesi e përmend atë. Edhe e përmend se thotë se i ka rrafë me thupër, ashtu thotë Cervantesi. Na kemi marrë simpozium këtu dhe na kanë thënë se kanë qenë për Spanje, për Turqie, për gjithë se këtë njerëzit të cilët ka mundësi se ka mujtë me qenë tukë na. Kjo është një hipotezë e cilës atë është e fortë për ju duhet të dini se nuk ka shoqërues, nuk ka gjerman, nuk ka njeri i cili vjen në Ulqin, a nuk flet për Cervantesin. Këtu kemi gjithashtu edhe një profet të rejshëm, Shabtajci, ky pronari Zotrigani Rësulbegu, e ka ka pagu dhe janë bamun të statuet të këtyre dy personazheve të famshëm të këna. Një rol të rëndësishëm në ruajtjen e identitetit dhe trashëgimisë kulturore ka Muzeu i Kalas. Ai mbledh dhe ekspozon objektet arkeologjike, dokumente dhe dëshmi materiale që ndihmojnë në kuptimin e së kaluarës së Ulqinit. Muzeu shërben si një urlidhse mes vizitorit dhe historisë, duke i dhënë Kalas një funksion edukativ dhe kulturor në ditët e sotme. Iniciativa për themelimin e Muzeut të Ulqinit është marrë me 22 prill të vitit 1966. Edhe në këtë kontekst Ulqini përsëri, si thashun që kanë qenë në trendet e zhvillimeve shoqërore, përsëri hyn në mesin e qyteteve që shumë herë, do thotë në Zanafil, me qytete tjera ka marrë dhe iniciativën Kuvendi Komunal i Ulqinit, 22 prill 1966 ka marrë iniciativën për themelimin e muzeut. Peripecitë të themelimit kanë pasur, do thotë sepse nuk ka qenë thjesht të vihet në funksion, por që është vënë në funksion së pari me përmbledhjen e gurit, do thotë pjesë arkitektonike, pastaj është hapur pavioni arkeologjisë, pastaj pavioni etnografisë dhe galerisë së arteve. Këto janë edhe përmbledhjet, 4 përmbledhjet kryesore të Muzeut të Ulqinit. Vetë kompleksi i Muzeut të Ulqinit, vetë ndodhja e Muzeut të Ulqinit është një destinacion turistik i pashmangshëm dhe është një destinacion turistik me vlera të mëdha. Edhe vetë vizita e këtij vendi, do thotë ku ndodhet Muzeu i Ulqinit, është një prej destinacioneve që duhet të vizitohet sepse ka vlera dhe mund mësohet çdo herë diçka e re nga vetë pozicioni ku është, sepse është në pjesën më të lartë dhe më historike dhe më të vjetër për asaj sa dihet deri tani e pjesës së Kalas së Ulqinit dhe për këtë edhe është bërë, do thotë, përshtatur për muze. Dhe turistat normal se janë shumë të kënaqur kur vinë dhe vizitojnë këtë vend, po flas si vend edhe si ambient, pastaj për përmbajtjen e muzeut, edhe janë shumë të thotë të pasionum, sepse edhe për mbledhjet e vetë muzeut, tani po flasim për veprimtarinë e muzeut, edhe me veprimtarinë e muzeut do të thotë se si janë të organizuara këto koleksione dhe si janë ndedhura këto koleksione, jam shumë të kënaqur sepse këtu është një punë prej mesës së shekullit e 20, me studime shumë serioze për instituteve më prestigjioze të Ballkanit, dhe edhe përmbajtja muzeore është shumë e konsoliduar. Edhe në ditët më të freskëta të vjeshtës, apo jashtë sezonit siç mund ta quajnë vendasit, vizitorët kurioz nuk mungojnë në Muzeun e Kalas. Ne kemi ardhur disa herë në Ulqin, Ulqini na pëlqen, sidomos na pëlqen dhe kjo pjesa që është shumë i ngarkuar tani, nuk ka shumë vizitor. Është bukur, ndihemi mirë. Na ndihmon dhe pjesa që flitet gjuha shqipe. Po
Fatmirësisht për ne, fatkeqësisht nuk e di si ta them, është hera parë që po vim këtu në Kala sipër. Kemi ardhur deri poshtë, ndërsa sipër është hera parë që po ngjitemi, është shumë bukur. Edhe do vim gjithmonë, do vim prapë. Është shumë bukur. Është bukur? Po Bogut i pëlqen? Po. Kalaja Ulqinit, si shumë kala të lashta të cilat qëndrojnë për të dëshmuar historinë, përballet sot me sfida serioze. Dëmtimet nga koha, mungesa e restaurimit të vazhdueshëm, presioni urbanistik dhe turistik, të ndër të tjera ndërhyrjet e gabuara rrezikojnë autenticitetin dhe qëndrueshmërinë e saj. Po është shumë e nevojshme konsolidimi i vazhdueshëm i kësaj veprimtarie. Gjithmonë ka shumë për të bërë. Ka shumë për të bërë për nivelin që është muzeu, por ka shumë për të bërë dhe për trendin e muzeologjisë që zhvillohet çdo ditë. Ajo që është themelore janë kuadrot. Edhe ajo që është pika pare nevojshme, pa cilën nuk mund të flasim për asnjë pikë tjetër, janë kuadrot, sepse ne kemi shumë nevojë për kuadrot që studiojnë trashëgiminë kulturore, që studiojnë muzeologjinë, që studiojnë arkivistiken, që studiojnë etnografinë, që studiojnë antropologjinë, që studiojnë historinë e artit. Dhe pa këto kuadro nuk mund të flasim për asnjë nevojë tjetër, sepse pa njeriun edhe pa kuadrot e profesional për mungesat që i ka muzeu, atëherë nuk mund të kryen, sepse duhet njeriu t'i kryej këto kërkesa. Ajo që është e rëndësishme është që të promovohet sa më shumë në shkolla, që të kemi sa më shumë njerëz që studiojnë këto degë që përfshin trashëgimia kulturore dhe muzeologjia. Ajo që nëse do të flasim tani për çështje teknike, mekanike apo çështje bazike, normal se mirëmbajtja edhe projektet konservuese në kuptimin e ndërhyrjeve për mbrojtjen fizike, por edhe në kuptimin e mirëmbajtjes së vazhdueshme, kjo është shumë e rëndësishme. Edhe për të duhen kuadro dhe stafe profesionalizuar, por ajo që mund të bëhet një mirëmbajtje e nivelit të parë, pa një mirëmbajtje të specializuar, pastaj po një mirëmbajtje e parë e pastërtisë edhe e pastrimit e vegjetacionit, apo punëve si thua të pastrim gjelbërimit ose të këtij niveli, edhe aty duhet të punohet edhe shumë më tepër, sepse gjithë hapësira e qytetit, kuadrit cilët bën edhe gjithë Kalaja Ulqinit edhe kompleksi muzeu, normal se aty duhet punohet gjithnjë më tepër. Nëse flasim tash në një nivel tjetër, se për shkak ka nevojë për aspektin shumë profesional, normal se hulumtimet arkeologjike, hulumtimet etnografike, hulumtimet studimore, edhe studimin e vetë materialit që është në muze, sepse koleksionet e muzeut asnjëherë nuk mund të themi se kanë arritur nivelin e fundit të studimit. Për secilin artefakt duhet të vazhdojnë studimet, por për këtë duhen kuadrot. Ka ambjente që nuk përshtaten me arkitekturën e mahershme dhe me autenticitetin dhe integritetin e mahershëm, por kjo nuk ka të bëjë me banorët e Kalas. Banorët e Kalas janë me korrektit edhe në mënyrë korrekte jetojnë, veprojnë edhe krijojnë ambientet për jetë. Çdo gjë e devastuar brenda Kalas është institucionale, është prej institucioneve që duhet të mbrojnë trashëgiminë kulturore, edhe është prej institucioneve që marrin paga për ta mbrojtur, sepse drejtoria për trashëgimi kulturore nuk kryen detyrat e tyre. Nëse popullsia me dijen edhe me angazhimin dhe me kujdesin më të madh jeton, nuk ka asnjë lloj mbështetje edhe asistence që institucionet që kanë për detyrë të japin asistencë nëse diçka duhet të shkojë si duhet, por në banimet private këto devastime nuk i kemi, sepse banimet private janë shumë të kujdesshëm kur punojnë edhe kur ndërhyjnë, sepse ndërhyjnë janë vetë krijuesit e Kalas, do thotë ndërtuesit e Kalas, edhe janë vetë ato që ja dinë vlerën Kalas. Dhe gjitha objektet tjera publike që janë bërë detyrë investime në mënyrë me fonde publike, edhe për institucioneve publike kemi devastimet më të mëdha. Në hapësirat e poshtme, ku janë hapësira publike në pronë shtetërore apo në pronë të komunës, aty kemi devastimet të mëdha që krijon përshtypjen e një katastrofet mirëfillt për Kalan. Kudo që kalojmë në shtëpijat e zonave private, atë ndihemi brenda Kalas. Kudo që dalim në hapësira publike që i menaxhon administrata, e shohim se ka një mospërputhje me atë që quhet autenticitet i Kalas.
Edhe ajo një prej mungesave është që institucionet duhet të bëjnë detyrën e tyre. Në këtë aspekt, edhe muzeu si institucion i cili ka përgjegjësinë për trashëgiminë kulturore, sot është në një problem në këtë pikë, me qenë se pa përgjegjësia e institucioneve ja ka hekur kompetencën muzeut dhe që të merret me këtë punë. Dhe kjo është shqetësuese sepse çdo problem që e kemi problem institucional. Dhe si çdo fushë tjetër, njerëzit janë shumë të përgjegjshëm se sa vetë sistemi menaxhues dhe se sa vetë sistemi vendimarrjes. Edhe kjo është ajo që e flas me përgjegjësi, edhe kjo është apeli që nëse duhet të kemi një kalo autentike, duhet të mirën në konsiderat traditat vendore, dijat e banorëve, mjeshtrit vendase, dhe këto të respektohen dhe të implementohen në institucion që është kusht ligjor që kështu të veprojnë institucionet, sepse duhet në bashkëpunim me komunitetin. Se nëse komuniteti na ka pru të gjallë sot këtu, ne sot kemi mrit me institucionet e vim në këtë kalo, po nuk duhet harruar asnjëherë njerëzit edhe banorët që e kanë ndërtuar të gjithë të kalo dhe ndërtojnë vazhdimisht të kalo. Dhe institucionet nuk bëjnë të bëjnë shkputje në mes të komunitetit dhe vendimarrje, sepse është obligative që vendimarrja të bëhet në bashkëpunim me komunitetin. Edhe në kemi një godinë të poshtë e cila është një tmerr e cila ka prish pamjen në Kalas, edhe tash kanë filluar me ramurën të tje. Dhe kemi shpresën se nuk rrëzohet fare, e nuk po na bjen fare. Na kemi atë godinë gati 20 vjetu dhe tentojmë dhe kemi dëshirën si komuna e Ulqinit të blejnë atë godinë, e cila nuk i qej mysafir të kurrë anë se s'mund me atë tregu se sa të merr ishte atje. Kam çu vetëm kryetarin e shtetit këtë Milatovicin, si mi pa aty na lypet ne si mu urdhzu ajo godinë dhe aty mundet mu ba muzeu i detarisë. Mundet një kat vetëm, kurse kati i dytë lypet mu urdhzu fare. Edhe kemi një këtu në Palata Venecia, kemi një mur i cili është shumë i dëmtuar, dhe unë jam i mendimit se edhe internet si ka qenë i 79, që i ditë këtë kompleks ka mërzundet. Ata janë ata investimet cilët dëshiroj une, përveç se kemi ndërtimin e rrugëve, ujë pishëm me pas ma tepër, shumë gjëre të cilët i mundsojnë ty në banorëve këtu një jetë ma të mirë, ashtu edhe për mysafirët. Kësten edhe na themi se ne kemi gjithmonë porta dhe zemrat të hapura. Dhe që cili mysafir, cili vjen tu, ishtë gjithmonë i mirë se i pritur, mirë se i ardhur. Kalaja Ulqinit mbetet një frymëmarrje e gjallë e historisë, e gdhendur në gur dhe mbajtur mend në kujtesën e njerëzve. Ajo qëndron mbi det, si një urë mes kohëve, ku e shkuara dhe e tashmja takohen në heshtje. Çdo mur i saj flet për jetë të jetuara, për përballje dhe shpresa, për kulturë që nuk u shua dhe u përcoll brez pas brezi. Sot Kalaja Ulqinit kërkon jo vetëm admirim, por edhe kujdes e përgjegjësi. Ruajtja e saj do të thotë ruajtje e identitetit, e historisë dhe e shpirtit të qytetit. Nëse këta gur do të vazhdojnë të qëndrojnë, ata do të tregojnë ende histori, për ata që dinë të dëgjojnë, për ata që vinë pas nesh. Kalaja nuk është vetëm kujtim i së kaluarës, por një amanet për të ardhmen.